Kjo ka qenë momenti ma shokues në jetë, cilën e kum pa. Edhe kum pasur kur në jetë ma nuk im shoku ashtu. Edhe jam kthy, më ka vetë gjysha jam sigurt për një 2-3 orë çaki. Shihje që si paramilitar serb, të cilët vishin me sopata, me thika, me armë. Ajo ka qenë një prej ditëve kur është planifikuar një prej masakrave që ndoshta e kish prek edhe nivelin e Srebrenicës. Bohem gati shpejt, na e me merë krejt bukën, krejt ato me veti, që s'dishëm qa pëndoll, e na nisim për në fshatin Zhabar. Ka qenë pra një garazhe, një burr të cilin e maltretonin një 3 serbë, kanë qenë civil. S'kanë qenë të uniformuar, kanë qenë me ngjyra fytyrës, me shamia në kokë, të cilin e maltretonin, se sot më kujtohet, s'më kemi përballu goditje, tranat, që ja shkaktojshim, edhe një moment e kam pa me thik e i mshojke në fytyrë, kështu. I shishim prej anës të Suadollit, kanë qenë disa ura të cilat, jo disa, 2-3 ura janë, mundë me thonë, të cilat janë ura veç për kalimtarë, jo për vetura. Kanë qenë ura, le themi artizanale, veç ndërtune. Shihje që si paramilitar serb, të cilët vishin me sopata, me thika, me armë, me shamia, disa me maska, edhe krejt venen në qatë drejtim. Edhe neve na me thonë, nuk e di sa banor kanë me kanë. Nashta 5.000, nashta 10.000, se kam qenë një fëmijë dhe s'moj me kuptu kur sa ka qenë numri, edhe na grumbullojnë gjithve në një vend. Krejt më vonë, kur ja kom nisë me punu punën që bëje, kur jam interesu shumë për këto ngjarje, e kom kuptu që ajo ka qenë një prej ditëve kur është planifikuar një prej masakrave që ndoshta e kish prek edhe nivelin e Srebrenicës. Dhe çka ndodh? Ndodhin shumë gjëra aty. Ndodhin vrasje, ndodhin krime, gjithçka në çat ditë. Mirë po, momenti me qenë se po flasim për bombardimet e NATO-s, kur kuptohet që nuk do të ndodhte çaja masakër, është në një moment dikon rreth orës 4 ka qenë. Muj me të thonë, ndoshta as 100 metra mbi hapësirë toksore kanë ardhur aeroplanët e NATO-s. Ajo ka qenë e frikshme kur kanë kalu ata avion dhe e kanë nejt mbi qiellin e Mitrovicës që aty, sigurisht derisa na kanë lëshu gjithve me u shpërnda. Edhe më vonë e kam kuptu që informacioni në shtabin e NATO-s ka shku përmes zonës Shalës, pjesa e Shlanit, anena, brigada 142, nëse s'ka bëj kështu ka qenë, ka rrjedh deri te shtabi i përgjithshëm dhe është informu NATO për ato se çfarë po dënë me ndodh aty. Që kjo ka ndodhur në fshatin Zhabar. Sigurisht ka qenë fundi i majit, sepse më pas e kujtoj se çfarë ndodhi tutje, hynën edhe forcat e NATO, se Mitrovica erdhën dikon me datën 16 ose 17 qershor më pas. Tash, kur neve na lirun, baba im përfundoi në burg. Na u lirun për më kthy të shtëpia. Baba im ashtu ishte në arati prej shumë vitesh, edhe i arrestu. Arrestu i ndajshin, burra, gra, dhe ata përfunduan në burg. Tash, kur u kthym, ne u ktheshëm Tavnik, edhe shtëpia tash ku jetonim ishte në qendër të Tavnikut, edhe unë si një fëmijë e kaloj veç me pa rrugën se çka ka ndodhur. Nuk më kujtohet tash emri saktë i një doktorit Mitrovic. Ka qenë, nëse s'gaboj, ka qenë një doktor në shtëpinë e tij. Afër shtëpisë së tij, aty jeta kam pa me sy 3 ose 4 njerëz të cilët kanë qenë të vrarë, viktima. Më vonë kam kuptu që ata janë gjetë në tavanin, jam shef në tavanin e qasaj shtëpisë së atij doktorit. Edhe jam kthy, më ka vetë gjysha jam sigurt për një 2-3 orë çaki. Sigurisht 2-3 orë jeta asnjë fjalë se kum fol. Jam shoku. Ka qenë shok total. S'kisha pa kur një gjë tilla, plus isha një fëmijë. Kjo ka qenë momenti më shokues në jetë, cilën e kum pa. Edhe kum pasur kur në jetë më nuk im shoku ashtu.